Këshillli Kombëtar i Territorit dhe Ujit ka miratuar lejen për rezidencën Sima Tower në rrugën Bedri Karapizi, ndërtuar nga Sigma Com ALB dhe ALB Vision Construction. Ky e fundit është në pronësi të afërtit Aprendit dhe ish prokurori të Lezhës Bardho Gulleshit i shkarkuar në 2021 me probleme me pasurinë. Lejet e ndërtimit të miratuara përfshin dhe 2 projekte masive në Vlorë, Flatiron of Flora, një kompleks me kulla 20 dhe 21 kaçe dhe i godim banimi dhe shërbimesh me 12 dhe 13 kaçe. Kompania Eve Construction, e cila është pjesë e projektit, zotërohet nga Viron Robaj, i dënuar për tragjedinë e 9 janarit ku humbën jetën 28 emigrantë shqiptar. Në Vlorë është miratuar dhe kompleksi Saltera, me 2 objekte 13 dhe 24 kaçe, i ndërtuar nga Turi MZB. Biznesmeni Artur Haxhi, pronari i kompanisë, ka qenë i dënuar më parë me 3 vite burg për një ndërtesë 15 kaçe të palishme që çoi në pranga ish kryebashkiakun e Vlorës Shpëtim Gjika. Ndërsa në Tiranë, Oberon Tower do të ndërtohen nga Orgez dhe Marigo Kushi, pronar të kompanisë Ober, të akuzuar për mashtrim me apartamente të papërfunduara. Ndërsa Sunrise Tower do të ndërtohen nga Braka Construction në pronësi të Amarido Brakës, që më parë ka ndërtuar në shkeljet e lejes në Durrës. Ndër të fundit në listë është edhe resorti Dukagjini në Rana Hedhon, ndërtuar nga Dukagjini Grupi e Krem Lukës, i përfolur për pastrim parash në Kosovë. Me projekte të tilla, Vizioni 2030 po formësohet nga emra të njohur për afera të ndryshme.